Dashi, mos harroni që sot transparenca është qelësi. Mos u zhytni në hipokrizi, ndeni nevojën tënë për sinqeritet dhe mos pranishni një imazh të falsifikuar. Nëse jeni në një marrëdhënie, shmangni sjelljet që mund të çojnë në flirtime jashtë kufive. Çdo gabim mund të shkatërrojë harmoninë që keni ndërtuar me partnerin tuaj. Për ata që janë beqar, një takim i papritur mund të sjellë një impuls të fortë emocionale, një rrahje që ju rikujton se dashuria mund të gjendet gjithmonë, edhe në çaste të papritura. Në punë, përkushtohuni çdo detyre, nuk ka vend për përjashtime. Vendosni standarde të larta, përpiquni të themeloni çdo vendim me fjalën e fundit dhe t'i jepni rëndësi detajeve. Në planin financiar, ndryshimet do të ndodhin gradualisht, ruani disiplinën dhe mos u presim pasuri të menjëhershme. Demi, sot do të ndjeni se çdo gjë mund të rregullohet me kohë. Marsi do të vendosë rendin në çdo situatë, duke sjellë një energji që ju bën të ndjeni më të sigurt. Në marrëdhënie, ndjenja e plot komforti me partnerin do t'ju përqafojë, duke sjellë momente të paharrueshme dhe kënaqësi të sinqerta. Ata që janë beqar do kalojnë një ditë të këndshme pranë miqve dhe të afërmve, duke gjetur ngrohtësinë e komunikimit real. Në ambientin e punës, edhe pse disa kolegë mund të përpiqen të ju sfidojnë, energjia juaj e pamposhtshme do t'ju lejojë të kapërceni çdo pengesë. Në planin financiar, duke ndjekur strategji strikte, do të shihni përmirësime të para që do t'ju japin një ndjenjë progresi të qëndrueshëm. Binjakët, sot vetdia juaj do të jetë në kulmin dhe do të keni kujdes të veçantë ndaj atyre që përpiqen të ndikojnë negativisht në jetën tuaj. Në marrëdhënie, nëse jeni të lidhur, thjesht largoni rutinën e mërzitshme që mund të çojë tek konfliktet e përditshme. Për ata që janë beqar, është koha të dilni sa më shumë dhe të hapni dyert për njohje të reja, ndoshta princin e kaltër që ju premton shpresa, por mos ju qasni pa matursi. Në punë, analizoni çdo situatë me kujdes dhe kërkoni zgjidhje për çdo problem të akumuluar. Ndihma e Jupiterit do t'ju ofrojë forcën për të përmirësuar të ardhurat me kohë dhe investime të mençura. Gaforia, sot mund të ndiheni pak të pavendosur, me pasiguri në vendimmarrje. Në marrëdhënie, qielli i dashurisë nuk do të ju ofrojë dritën e përkryer, duke sjellë më shumë momente xhelozie se sa harmonisë. Megjithatë, për ata që janë beqar, dita do të ketë një përfundim të mrekullueshëm, duke sjellë emocione unike që do t'ju surprizojnë. Në ambientin e punës, stresi do të jetë i pranishëm dhe do kërkohet ndihma e familjarëve për të kapërcyer pengesat. Në planin financiar, pamaturia në shpenzime do t'ju kushtojë çmime të larta, kujdesi dhe disiplinë do të jenë çelësi që sot duhet t'i keni në çdo vendim. Luani, sot mund të ndiheni më kokfort se zakonisht, por kjo mund të përfshijë edhe tensione të mëdha. Në marrëdhënie, mos toleroni gabimet dhe mos prishni harmoninë, pasi debatet e ashpra me partnerin tuaj mund të çojnë në konflikte serioze. Për ata beqar, do të ndiheni më gati për kërkimin e dashurisë, edhe pse me pak përpjekje që do të rezultojnë në gjetje të vërteta emocionale. Në ambientin e punës, mund të përballoni konflikte me kolegët që synojnë të bllokojnë rrugën tuaj drejt suksesit, kështu që fleksibiliteti dhe dëshira për ndryshim do të jenë thelbësore. Në planin financiar, ruajtja e disiplinës është thelbësore, organizimi i duhur do të përcaktojë të ardhmen tuaj. Virgjëresha, Urani do t'ju jap sot një ndjenjë të re kontrolli dhe maturie. Nëse jeni të lidhur, do të shprehni ndjenjat tuaja me pasion, duke bërë që partneri të kuptojë thellësinë e dashurisë që keni për të. Marrëdhënia do të fillojë të ngrohet pas mesditës, duke reflektuar një moment të qetë dhe të thellë emocionimi. Për beqarët, një takim interesant do të mos sjellë menjëherë një lidhje serioze, më mirë të prisni për një hap të rregullt. Në punë, performanca juaj do të jetë në kulmin e saj, duke e bërë ditën të rrjedhë sipas planeve. Në aspektin financiar, kujdesi në menaxhimin e llogarive do të jetë thelbësor për të mbajtur situatën nën kontroll. Peshorja, sot kombinimi i energjisë nga Hëna dhe Plutoni do t'ju bëjë të ndiheni më luftarak dhe të gatshëm për sfida pa pushim. Në marrëdhënie, do përpiqeni të shmangni debatin dhe konfliktet duke përdorur durimin dhe pozitivizmin për të kaluar çdo vështirësi. Për beqarët, edhe pse nuk jeni të fokusuar kryesisht tek krijimi i një lidhjeje të re, do të ndiheni nxitur papritur të hidhni hapa, edhe pse me kujdes. Në ambientin e punës, përqendrimi tek detyrat thelbësore do t'ju lejojë të transformoni idetë në arritje reale. Në aspektin financiar, pavarësisht se disa shpenzime mund të mos jenë ideale, tregohuni të matur për çdo shpenzim që bëni. Akrepi, edhe pse humori juaj do të ndryshojë gjatë ditës, vendoshmëria për të ecur përpara do të mbetet.
Në marrëdhënie, kërkoni të jeni më kërkues me partnerin tuaj, mos lini hapësirë për gabime që do të ngrohen situatën me tension. Për beqarët, është koha të tregoheni të rezervuar dhe të kujdesshëm gjatë takimeve, sepse hapat e pamenduara mund të sjellin lëndime të padëshiruara. Në punë, stresi mund të ndikojë në mënyrën se si merrni vendime të rëndësishme, kështu që ruani energjinë dhe planifikoni hap pas hapi. Financat, megjithëse për fat të mirë mund të mos kenë probleme të mëdha, një investim i vogël mund të jetë rruga për të sjellë përmirësime afatgjata. Shigjetari. Sot do të jeni shumë më të logjikshëm dhe do të dini saktësisht si të silleni me çdo individ që takoni. Nëse jeni në një marrëdhënie, çdo problem i kaluar do të zgjidhet me marrëveshje të qeta dhe do të ndiheni më të qetë se më parë. Mbrëmja do të jetë e mbushur me momente të bukura dhe të reja. Për beqarët, edhe pse do të jeni të motivuar të bëni propozime, nuk të gjithë do të reagojnë pozitivisht, prandaj kujdesu me hapin e parë. Në punë, edhe pse mund të ndiheni të lodhur, mos u dorëzoni. Vendosja juaj pa stres do të sjellë rezultate në kohë. Në planin financiar, ruajtja e një qasje të matur në menaxhim do të ndihmojë që çdo shpenzim të përputhet me planin tuaj afatgjallë. Britsjapi. Edhe pse shumë faktorë përpiqen të prishin harmoninë tuaj sot, mos u ndalni, mbani fokusin tek pozitiviteti. Nëse jeni të lidhur, partneri juaj do të reflektojë për kushtimin tuaj në çdo moment, duke sjellë një ndjenjë të veçantë bashkëjetese që adhurohet nga të gjithë. Për beqarët, mos lëvizni me shpejtësi, por shprehni ndjenjat me qartësi, është thelbësore të lejoni që emocionet të flasin në vend që të mbetet heshtja. Në ambientin e punës, do të keni dëshirën të ndryshoni gjithçka për një të ardhme më të mirë. Mbështetja e shefave do t'ju ndihmojë të përmbushni ambicjet tuaja. Në planin financiar, me disiplinë dhe kujdes, situata do të mbetet pa probleme, duke sjellë një ndjenjë të qetësisë. Ujori. Mos u lëvizni nga nervozizmi sot, ruani qetësinë sepse ajo do t'ju shpëtojë nga problemet. Në marrëdhënie, dita do të qëndrojë e zakonshme dhe pa dalë në situata ekstreme, ndoshta asgjë veç se norma, por kjo mund të jetë një mundësi për të reflektuar. Për beqarët, dëgjoni këshillat e miqve dhe të afërmve të cilët kanë eksperienca të vlefshme, duke siguruar që çdo hap të jetë i menduar mirë. Në ambientin e punës, profesionalizmi dhe finesa do t'ju ndihmojnë të fitoni mbështetje nga të tjerët, edhe pse perspektivat financiare nuk duken shumë të favorshme, kujdesi në çdo shpenzim do të jetë çelësi. Peshqit. Sot, tentoni të ruani një qasje objektive dhe të ekuilibruar në çdo hap që merrni. Në marrëdhënie, dita pritet të sjellë momente të mira, ku ndjenja e thellë me partnerin do t'ju mbush me gëzim, megjithse duhet të jeni të kujdesshëm ndaj pritshmërive të tepruara. Për beqarët, takimet mund të sjellin përvoja të reja, por mos ndërtoni ëndra më të mëdha se sa mundësitë e reja që sjell realiteti. Në ambientin profesional, motivimi do të jetë i fortë dhe do të ju inkurajojë të bëni ndryshime të rëndësishme që të realizoni qëllimet tuaja. Në planin financiar, edhe pse presioni mund të rritet, mbajtja e një disipline të ashpër do t'ju ndihmojë të shmangni situata të padëshiruara.